Nga Evropa ndaj pushtetit të Aleksandr Vučićit erdhën pas takimit të tij në Beograd me ministrin rus të zhvillimit ekonomik Maksim Reshetnikov, i cili është nën sanksione amerikane dhe evropiane. Demokratët evropianë vlerësuan se këto veprime nuk janë pragmatizëm, por zgjedhje politike, duke theksuar se Serbia ndërkohë që përfiton fondet nga BE-ja, minon unitetin dhe vlerat evropiane. Në të njëjtën kohë, nga Brukseli vijnë paralajmërime se Serbia vazhdon të refuzojë vendosjen e sanksioneve ndaj Moskës, duke ngadalësuar mëtej integrimet evropiane. Për këtë ka folur edhe raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Tonino Picula. Strateška orijentacija. Orientimi strategjik i Serbisë drejt BE-s duhet të jetë i qartë dhe i qëndrueshëm, dhe jo në kundërshtim me rritjen e varësisë nga vendet e treta. Në praktik shohim të kundërtën, nga mungesa në samitin BE Ballkani Perëndimor deri te pjesëmarrja në paradën ushtarake në Moskë, gjë që thellon hendekun mes qëllimit të deklaruar dhe politikës reale. Një qasje e tillë konfirmohet nga veprimet e pushtetit në Beograd. Nga prezidenca u njoftua se gjatë takimit me Reshetnikovin është biseduar për bashkëpunimin bilateral dhe çështje energjetike, përfshirë gazin, si dhe u paralajmërua mbledhja e Komitetit të Përbashkët në prill. Nga ana tjetër, opozita vlerëson se vizita e një zyrtari rus të sanksionuar nuk është manovër diplomatik, por vazhdim i politikës së balancimit që shtyn Serbinë drejt izolimit. Kjo vizitë është me gjas pjesë e një balancimi, një përpjekje për të bler paqe me Bashkimin Evropian përmes shitjes së armeve në Ukrainë, ndërsa tani po tentohet të ruhet ekuilibri edhe ndaj Rusisë. Këtu nuk bëhet fjalë për bashkëpunim ekonomik, por për veprim simbolik, tha Aleksandar Radovanović nga lëvizja e qytetarëve të lirë, duke shtuar se është e qartë se Serbia nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian për sa kohë që Partia Progresive Serbe është në pushtet. Serbia mbetet e vetmi vend në rajon që nuk e ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, ndonëse si vend kandidat ka detyrim të harmonizohet gradualisht me politikën e jashtme të BE-s. Për opozitën, politika edhe BE-ja edhe Rusia nuk është më e qëndrueshme. Sipas tyre, nuk mund të flitet për rrugën evropiane dhe në të njëjtën kohë të mbështetet politikisht një regjim që zhvillon luftë agresive dhe është nën sanksione nga pjesa më e madhe e botës demokratike.